Mirdita dhe gëzuar 8 dhjetorin, atyre që janë dhjetorisht dhe atyre të cilët kanë vazhduar atë rrugë dhe atë traditë. Spari desha të ndalem tek një çështje themelore e buxhetit. Ky buxhet është një piramid mashtrimi, vjedhje ndaj qytetarëve shqiptarë. Të dhënat më të fundit të Institutit Statistikave tregojnë efektin shkatrimtar të karteleve të drogës mbi ekonominë e vendit, mbi rritjen ekonomike të vendit dhe zhvillimin. Çfarë tregojnë këto dhëna për rritjen ekonomike mbi të cilën bazohet buxheti? Këto të dhëna tregojnë se në këtë rritje ekonomike, për herë të parë, pas 32 vitesh, ekonomia shqiptare në rritje është minorancë, ka kontribut minorance. Për herë të parë, në 32 vite, shteti është kontributor kryesor, po jo se shteti është, se janë sipërmarrjet publike të shtetit, se ka shtete të cilat menaxhojnë sektor publik, prodhimi që predominon mbi sektorin privat. Kurse këtu shteti predominon në ekonomi me 2 kontribute kryesore. Së pari me rrogat, pensionet, sigurimet shoqërore, sigurimet e tjera, duke mbajtur një makineri gjigande të punësurish dhe rritjen e këtyre, rritjen fiktive, siç do ta shohim këtu, rritje fiktive. Së dyti, shteti kontribon me taksën neto. Çfarë është taksa neto? Taksa neto është taksa që vilet ndaj prodhimeve, shërbimeve tjerë, pasi zbritet subvencioni dhe shpenzimi për te. Po shikoni çfarë ndodh. Ndodh që çdo rritje çmimi rrit taksën. Në qoftë se çmimi i qumshtit ta marrim kalon nga 2 euro në 4, të vëshëja që vilet nga e njëjta litër qumsh dyfishohet. Dhe kështu për të gjithë zinxhirin e çmimeve.
Pra, një rritje që detyrohet rritje së çmimeve. Në një kohë kur jo rritja e çmimeve, por stabiliteti i tyre dhe pse jo në raste të caktuara ulja për shkak të konkurrencës lire etj, është përfitimi madhor i qytetarëve shqiptarë. Për ta kuptuar pak me tutje këtë buxhet, për ta zbërthyer. Sot, vetëm nga viti 2023, gjerë në vitin 2025, rroga ose me 200 euro merë më pak se çmirje 3 vjetë më parë me 160 euro. Po, e provuar, e faktuar, rritja e çmimeve sipas Eurostat, krahasuar me vendet tjera, është 101%, është doa 1% më lartë se çmimi mesatar i Bashkimit Evropian, në ushqime 17%, por tani ka një studim tjetër me dhëna të frikshme nga një ekspert absolutisht i pavarur, i cili nxjerr çmimet në Shqipëri 85% më të larta se në mesatarën e Bashkimit Evropian. Unë personalisht e besoj studimin e tij. Është ekspert me reputacion, ekspert i pavarur është ai, është njëri me ka një institut duket që ka bërë studimin. Çfarë ndodh? Pse droga? Pse narkoja? Shumë thjesht. Zhvlerësimi i euros me 30-35% ka falimentuar me mira nërmarrje eksporti. Falimentimi nërmarrjeve të eksportit ka shkatruar 10 mijëra vende pune, por ka shkatruar dhe prodhim. Dhe prodhimi në pikjat, prodhimi industrial është në recesion, është me minus. Është me minus. Prodhimi industrial. Prandaj dhe taksat nuk vinë se është rritur prodhimi. Tarurat nuk rriten se është rritur prodhimi, po taksat rriten se rriten çmimet dhe grabiten xhepat e qytetarëve. Kjo është e qartë si kristali. Grabiten xhepat e qytetarëve. Prodhimi bujqësor bie, çmimet rriten. Shqipëria me rregullat e Ballkanit hapur që ka instaluar vasali Argati Vučićit. Të gjithë përpunosit kanë levërdi të marrin dhe me sistemin e TVSH-s asimetrik, kanë levërdi të marrin prodhimet serbe, importi thonë, po serbe dhe jo serbe, dhe jo prodhimet e vendit. Prandaj bie prodhimi vendas. Pra, në qoftë se ka një gjë që po shkatron me shpejtësi si një smundje pa shëruar për këtë vend, është narkoshteti, narkosi. Çka sjell euro?
rrëzimi i euros, ju lutem merrni statistikat, vetëm të Institutit Statistikave, jo të tjera. Dhe do gjeni se nga viti 2023 në vitin 2024, rënje drastike të kontributit të akomodimeve, të sistemit dhe shërbimeve. Rënje drastike. Tani kjo lidhë edhe me largimin masiv të shqiptarëve. Se të jemi realist, turizmi bregut ka qenë turizmi Tiranës. Po. Kishte të huaje, kishte egzotika e tjere, po ishte turizmi Tiranë. Tirana dynej në breg. Kjo është e vërteta. Dhe keni pasi ka qenë bregu, si që ka të tërgu mediat. Por tani se si ishte bregu, e të regonë një stati. Tjetër, shkatrim i pa imagjinueshëm i profesioneve të lira, largim masiv i tyre nga Shqipëria, kontributi i tyre nga 10-12% që ka qenë në rritje, në atë kohë kur nuk e kishin 23% taksën, por atë që kishin e pagunin, me shërbime këto, ka zbritur në 1%. Ka zbritur në 1%. Këte e thot statistika, instituti. Pra, ky është efekti më shkatrimtar i narko-euros, i drogës në ekonominë shqiptare. Ndaj dhe do të riparaqesim në parlament amandamentin për minimumin jetik, si amandamenti si lëvizja e parë më e domosdoshme për mbështetje të qytetarëve shqiptar. Me këtë rritje çmimesh, është e domosdoshme që minimumi jetik të jetë mbi 200 euro. Minimum jetik nuk e kompenson asnjë lloj rritje tjetër. Cili do që tjetë kostoj e ti. Alfa e çdo hapi duhet tjetë vendosja e minimumit jetik. Është e pa imagjinueshme të pranosh një situatë të tillë. Është pa shpirtësi e madhe. Kur shef që çmimet, unë po marr atë që ka dhënë një vit më parë Eurostati, janë edhe gjerë 17% më të larta se në mesatarën e Bashkimit Evropian në një kohë kur rroga mesatare, po them minimalja, është 4 herë, 5 herë ndër mesatarën e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që rritjet e rrogave asnjëra nuk jep nivelin fuqinë blerëse që kishin ato 4 vite më parë, 3 vite më, jo 4 vite, 3 vite më parë, në 2023. Ndaj dhe vendosja e minimumit jetik do t'jetë beteja jonë në
parlament. Ne kemi bërë shumë amandamente, por amandamenti më i rëndësishëm është vendosja e minimumit jetik. Ne do paraqesim në parlament elementet bazë të platformës tonë për ripopullimin e vendit. Në qoftë se nuk bëhen hapat e parë të mbështetur financiarisht, ne po ecim drejt një humnere kombëtare. Dhe në qoftë se fillohet këtë vit, do të duhen 30 gjën 50 vjet për të arritur aty ku ishim në vitin 2013. Por një projekt shfarosës, shpërbërës për shqiptarë, kërkon me çdo kusht që ata të ikin nga Shqipëria. Tani flet për 28 qendra të reja pritjes. Unë nuk duhet komentoj, sepse s'është bërë asnjë transparencë për to. Po ajo që duhet të them, shndërrimi i Shqipërisë në autostradë migrantësh është një barbari mbi emigracionin radhë parë. Është dorëzim i atyre qenjeve në kthetrat e mafjes më të pashpirt në Europë. Minimumi. Mafje e cila drejton policinë dhe sundon policinë, sundon në drejtësi, sundon kudo dhe nuk ka asnjë qëllim tjetër përveç se të përfitojë prej qenjeve mjerane. Së dyti, nëse me këtë Edi Rama dhe shumë e mundshme, synon të zëvendësojnë shqiptarë që ikin, të denatyroj kombin shqiptar në një mënyrë të pa imagjinueshme, edhe kjo është një rrezik ekzistencial për Shqipërinë. Në çdo rast, ndaj dhe ne duhet të mbrojmë një politikë e cila bazohet në nxitjen e ripopullimit të këtij vendi, nxitjen e lindshmërisë, që sot është aq sa ishte 100 vite më parë, sipas Instatit vet, dhe sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara është treguesi më i ulët në botë për shkak të emigracionit, thot OKB-ja. Të nderuar deputetë, siç e shihni, degradimi i narkoregjimit po ndodh me shpejtësi. Edi Rama me Lubi Ballukun, pasi kanë vjedhur miliarda, për çdo shqiptar kam lutje njerëzishme, të mos harroj se Lubia si ministre ka administruar 12 miliard euro dhe në çdo lloj përllogaritje mbi 10 miliard janë të zhdukura, nuk kanë nam asnjë shën. Të mos harroj
se në 12 vite taksa, djerës, mund i qytetarëve shqiptarë. Në total për 67 miliardësh. 67 miliardës. Si pas kontrolit të lartë të shtetit dhe si pas bankës botërore, kontrolit në ato analizat që ka bërë, jo të gjithë, sigurisht se nuk analizohet çdo gjë nga apo. Është përllogaritur se rreth 90% e tyre janë zhdukur. Janë zhdukur. Këto janë grabitit dhe plaçkit. Dhe tani, kur një prokuror guxoi dhe mori në ndjekje penale Lubin, pasi ajo, përveç tjerave, kishte rrëfyer gjithçka në mesazhe, në fotografi, në SMS, në video e tjerë, kush i merr vesh që janë ato, ku absolutisht në atë aferë emri i parë është Edi Rama. Është Edi Rama emri i parë. Po, zotë. Tuneli Llogoras ka për hajdut të parë Edi Rama. Askush mos mendoj se Lubia nda dur bosh. Jo, absolutisht. As Lubia, as shumë të tjerë që i ka paritur ajo. E kuptoni ju? Paritur, thoshte. Parit e pakate. Ke patit termi i ri që i futi në gjuhën shqipe. Pra, tani kërkon të blokoj përfundimisht edhe atë minimum drejtësie që mund të ketë mbetur. Del çdo ditë si hajduti i kapur në qark, u thot shqiptarëve mos kujtoni se kam vjedhur. Që mos kujtoni shqiptarëve, por se të shohin ty. Se Lubia s'ka bërë asgjë tjetër, vetëm ka zbatuar porositë tua, i ke aty. Mesazhet shumë më tepër se sa të Lubis janë tek Erviz Berberi që filloi gjeta mirë të mbrojtje, janë te Dirams në telefon, 4 telefona. 4 telefona. Janë mbi 2700 mesazhe. Në telegrame, në sinjale dhe në WhatsApp e në tjere. Vetëm në njërin telefon të Berberit ka 407 minuta video. Pa llogarit fotografit. Po, video. Absolutisht. Në njërin, janë 4 ata. Kleptokracia është në panik të tmerrshëm. Faktikisht, për të shqiptarët të lajnë duart me te. Po. Kjo si e shtoj gjykatën kushtetuese, e asgjësoj. Ja dërgoj, merr kohën, çon kryeministri në gjykatë kushtetuese, vendim në gjykatës që s'ndodh kurrë. Për korrupsion, vendim në gjykatës për vjedhje. Dhe del tani nuk e përmend më. Doli si mashtrues ordiner, mashtrues publik dhe u referua Komisionit Venecias kush e disa herë në një kohë kur ky komision absolutisht në asnjë opinion të vetëm nuk ka
deklaruar se ministrat nuk mund të pezullohen. Në një kohë kur ky komision, ka në shqyrtimin e ligjit të procedurës penale të rubrikës Kosovës, nenit për pezullimet e ka quajtur atë plotësisht kushtetues. Në një kohë kur ky komision e ka gjetur pezullimin në përputhje të plot me Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Edi Rama 2 ditë me radhë stërmashtroi, duke u thënë se Komisioni i Venecias, gjykata e Strasburg, në asnjë opinion komisioni, gjykata e Strasburgut absolutisht jo, përkundrazi. Gjykata e Strasburgut ka deklaruar se kjo nuk cenon, nuk bie ndesh me Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Dhe në fund, na doli se i paska thënë një shok. Po i ka thënë një shoqe si Mogherini. Lene mos e pyeta më thapjo. Kush tjetër? Qa do thot kjo më thapjo? Dil mashtrus, thuju, cili opinioni i Veneces ka thënë që ministras nuk pezullohen? Asnjë. Cili vendim i gjykatës ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut në Strasburg ka një orientim të tillë? Asnjë. Në cilin mendim, në cilin opinion të Komisionit të Venecias thuhet se kjo cenon kushtetutën? Në asnjë. Përkundrazi, nuk kanë shkruar pezullimi nuk cenon kushtetutën. Gjykata në ditën më të zezë të saj, në ditën e azgjësimit. Tani, imagjinoni pak. U ankua grupi parlamentar për çështjen time, i mori 7 muaj për ta shqyrtuar. Njëjtë gjë. Po jo vetëm unë. Për Jon Velin 5 javë, 6 javë. Kurse për këtë në mënyrë të rrëfeshme. E larguan dhe relatorin, gjetën relator tjetër. Presione, ta dini një gjë. Qytetarët ta dinë këtë. Ajo ka arkiven më kriminale që ka ekzistuar ndonjëherë në Shqipëri. Sepse ajo me Oltion Bistrin dhe me Agron, që quhet Agron Hysen, mos gaboja, ky i burgjeve që Agim, jo Agron. Agim Hyseni, Agim Ismaili, më falni, Agim Ismaili, ky që hakeron të telefonet, ja unëzirë videot nga telefonat. Edhe mendimet, ajo ka survejuar çdo zyrtar, ministër, kundërshtar, lajkatar, çfarë ka patur. I ka survejuar. Dhe shkoi u tha aty në kryesi, tha mirë dhe kryesinë dhe ministrat, cili do nga ju marrë me vete, se ja u ka to. Ata tha tillë janë, ai mall është midis tyre, s'ka tjetër. Pra, jemi para kësaj situate. Dhe unë e theksoj e them se do jenë vetëm qytetarë shqiptarë, ata që do japin shtytin e fundit, ata që do të shpëtojnë vendin nga ky narkoregjim. Edi Rama sot është njeriu më i diskredituar në Europë. Kryeministri avokat i vjedhjeve të tij, avokat publik i vjedhjeve të tij. Sa për Belindën, nuk e bën për Lubin, nuk e bën kurrë ai këtë. Ai e bën për veten e tij. Tu them të vërtetën tani, unë nuk jam aty brenda, po thonë që dosja e Ramës është shumë më voluminoze. Kështu duhet të thonë. Dhe është e ndarë.
Atje se çka aty brenda nuk e di, po thonë që është ndarë, Erdogan është ndarë veshas. Si puna ati Olsit që ai i pa identifikuar, personi i pa identifikuar. Dhe pastaj dilte e nxirrte Dumani të jo Olsi që ishte vetëm ai. Pra, jemi në këtë situatë, ndaj dhe ne bashkërisht në një dialog intensiv me shqiptarët, duhet të përgatitemi se Edi Rama nuk largohet pa angazhimin total të qytetarëve shqiptarë. Ai, kur arrin para gjithë shqiptarëve të dalë avokati vjedhjeve të tij të çoj vendimin e gjykatës vetëm për të shpëtuar veten, sepse prit, kam dëgjuar thonë njerëzit, po pse s'kërkon heqjen e imunitetit? Ku ja heq ky imunitetin? Ky më parë dorëzon mandatin e tij se sa heq imunitetin e asaj. Se ajo bëhet e penduar fill. Mjafton se ajo është një, mos e pyet. Vuri përpara një shtet te këmbët e veta e ka. Në mënyrën më të pa imagjinueshme. Njëri e kapur në flagrancë me një vjedhje skandaloze. E ka gjynjëzuar, e ka poshtruar narkoshtetin sikur të mos ishte. Dhe tani i thot këtij, o dile e nxjerr çdo ditë, a ka dalë sot nuk e di. Del çdo ditë. S'ka ndodhur kurrë. Ndaj dhe ne, në një dialog intensiv me shqiptarët, duhet të përgatitemi për protestat më të fuqishme që ka njohur vendi. Faleminderit. Tani